Në vazhdën e aktiviteteve kulturore për javën dedikuar muzeve në Muzeun Arkeologjik të Durrësit, u bë promovimi i librit Kërkime arkeologjike i arkeologut të njohur dhe ish drejtori të muzeut Afrim Hoti. Libri është një përmbledhje artikuj shkencor, të cilët i përkasin viteve 1980-2000. Gjatë fjalës së rastit mbajtur në mbrëmjen letrare, Hoti u shpreh se libri është një homazh për arkeologët që kanë kontribuar në vendin tonë dhe ai është pjesë e një kolane që pritet të botohet në vijim. Libri që promovohet sot i përket kolanës tashmë disa vëllimshme që është botuar me rastin e përvjetorëve të arkeologëve të njohur Vangjel Toçi, Halil Myrto, vazhdon me librin tim, do vazhdoj edhe me të tjerë, dhe që hell dritë mbi aktivitetin kërkimor shkencor që është bërë në Durrës, konkretisht për këtë libër, gjatë viteve 1980-2000. Është një fazë e parë e kërkimeve ku unë kam udhëhequr, dhe më pas do vazhdojmë edhe me rezultatet e tjera dhe arritjet e tjera. Hoti gjithashtu vuri theksin në rëndësinë e arkeologjisë dhe asaj çfarë ajo mbart në Durrës, duke e cilësuar qytetin jo si një pjesë periferike të civilizimeve mesdhetare, por si një rezervat i rëndësishëm të saj. Për arkeologun e njohur, zbatimi korrekt i legjislacionit për ndërtimin dhe infrastrukturën nga institucionet, por dhe privatët, do të ishte një mbrojtje më shumë për arkeologjin, gjë që në disa raste nuk ndodh. Dhe jo më kot UNESCO që në vitin 1989 ka përfshirë Durrësin bashkë me Apollonin në trashëgiminë botërore mesdhetare. Nëse kemi të shpallura Butrin, Gjirokastën, këta janë në shkallë kombëtare të shpallur, kurse Durrësi dhe Apollonia janë në një kuadër më të gjerë mesdhetar. Edhe pse ka ligje, edhe pse qyteti është i mbrojtur në përgjithësi dhe ka dhe një dispozitë nënligjore që mbron nën tokën e qytetit Durrësit, prapë ne konstatojmë që bën shkelje dhe shpesh vërejmë që në mbeturinat e ndërtimeve të reja ndeshën përveç dherave të zakonshme edhe materiale shumë të pasura arkeologjike, që njerisht nuk arrim dot që t'i ndjekim dhe t'i parandalojmë. Ky ishte takimi i parë i këtij lloji i mbajtur në ambientet e Muzeut Arkeologjik Durrës pas rihapjes së tij pak javë më parë.